Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah në falenderojmë, selamat dhe salavatet qofshin për me të dashurin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që e pasojnë të ditën e ditën e gjykimit. Aleikum selam. Vllazë ndarsa jemi duke folur në serinë Mallin për Kur'anin, ne kemi arritur deri tek një temë që sot do të flasim në lidhje me Kur'anin dhe shoqëruesin e Kur'anit. Gjithashtu do ta përmendim se kush është nga të afërmit e Allahut të lartësuar dhe do të shpjegojmë në lidhje me betejën e njeriu me shejtanin dhe rëndësinë e melajkeve në jetën e besimtarit. Këto janë temat kryesore të ligjëratës së sotit. Do të fillojmë duke folur se kush janë ehlullahi wa khassatihi. Kush janë ata të afërmit e Allahut të lartësuar dhe njerëzit e veçantë të tij. Njerëzit të veçantë të tij. Është pyetur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thënë inna lillahi ahlina minan nas. Allah i lartësuar me të vërtet ka njerëz të afërm të tij. I ka ahlina. Ehl, fjala ehl në gjuhën arabe përdoret për dikën që është shumë i afër, përdoret për familjarët. Kur dikush do të thonë këta janë të afërmit e mi, janë familjarët e mi, thot ehli, këta janë familjarët, antarët e shtëpisë. Ndërsa kuptimi në këtë hadith është fjala për auliyat, është fjala për ata rob të dashur dhe të përzgjedhur tek Allahu i lartësuar që e kanë fituar dashurinë e Allahut. Pra janë të afërmit e Allahut të lartësuar. Dhe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam po na tregon që Allahu i lartësuar nga në mesi njerëzve ka kategoria njerëzve ka të afërm, ka të dashur, i ka special, e kanë një status të veçantë, nuk janë njerëz të zakonshëm. Dhe e kanë pyetur sahabët, ja Rasulullah, kush janë ata? Thot, hum ahlul Qur'ani, ahlullahi wa khassatuhu. Ata janë njerëzit e Kur'anit. Ata janë njerëzit e Kur'anit. Pra, idhtarët e Kur'anit, shoqëruesit e Kur'anit, pasuesit e Kur'anit, që e lexojnë Kur'anin, kuptojnë Kur'anin, jo mësojnë të tjerëve, zbatojnë dhe i shoqëron Kur'ani nga mëngjesi deri në mbrëmje, zgjohen me Kur'an, flajnë me Kur'an, por këta janë ata të cilët Allahu i lartësuar, i cilët i ka të afërm, i ka të dashur dhe kanë një status të veçantë. Dhe në këtë hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam po thotë që këta janë wa khassatuhu. Khassa është diçka kur janë një kategori e përgjithshme në mesin e tyre i ki njerëzit më special. Dhe thash kur e dëgjon ti këtë hadith, në momentin që Rasulullah sallallahu alaihi wasallam po thotë që tek Allahu i lartësuar, Rabbul Alamin, me emrat e tij të bukur dhe secilitë e tij të larta, nuk janë të gjithë njerëzit e barabartë. Ka disa njerëz janë më special. Ka disa njerëz që janë më të afërm, me grada më të larta tek Allahu i lartësuar. Sahabët në mënyrë automatike kanë pyet, kush janë ata? Nyshet jemi për tënë, nyshet garojmë të stolisemi me ato virtyte. Çka duhet më bëna që më kon në mesin e tyre? Dhe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam po ja tregon rrugën e shkurtë. Rrugën e vështirë, ama e shkurtër. Që të çon që më kon i dashur i Allahut dhe i veçantë tek Allahu i lartësuar. Kush janë ata? Ahlul Qur'an, njerëzit e Kur'anit. Lexuesit e Kur'anit, mësuesit e Kur'anit, zbatuesit e Kur'anit dhe tani me fjem do ta përmendim se kush janë këta Ahlul Qur'an, njerëzit e Kur'anit. Ne të jemi prej tyre. A janë hafizët? A janë ata të cilët vetëm lexojnë Kur'anin apo ka një koment tjetër? Ibn Qayyim e përshkruan komentimin e këtij hadithi dhe thotë: njerëzit e Kur'anit janë ata të cilët e zbatojnë Kur'anin, edhe nëse nuk e dinë përmendsh atë. Njerëzit e Kur'anit janë ata të cilët e zbatojnë Kur'anin, pra i zbatojnë urdhat e tij, përmbahen nga ndalesat e tij, i besojnë lajmet e tij dhe janë të bindur në atë çfarë Allahu i lartësuar ju ka folur në Kur'an besimtarëve. Dhe thot Ibn Qayyim, thot edhe nëse nuk e dinë përmendsh. Për dallim thot, ai që e din përmendsh, mirë po i shkel urdhat e tij, nuk i respekton ndalesat e tij. Është i mangët në kuptimin e tij, atëherë ky edhe pse e din Kur'anin përmendsh, nuk është për njerëzve të Kur'anit. Në kohën e selefit, në kohën e sahabëve, në kohën e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pra ka qenë pandashme mësimi i Kur'anit dhe kuptimi i Kur'anit dhe zbatimi i Kur'anit. Për dallim nga paradoksi i kohës së sotme, që ne nuk diskutojmë për ndonjë fjalë të panjohur në Kur'an. Ne lexojmë komplet Kur'anin dhe nuk na mbren ndërgjegja se çfarë na tha Zoti në Kur'an. E lexon komplet surën Bekara dhe nuk i dim cilat janë urdhrat të cilat Allahu i lartësuar na ka thonë në këtë surë. E lexon surën Al Imran, surën Nisa, kështu me radhë deri surën Nas dhe nuk ndalesh, mi këshyr çka ka lyp Allahu i lartësuar për teje që mi respektu.
Shka ka lyp që mi zbatu, cilat janë ato lajme që me marrim mësim, cilat janë ato shembuj që i ngjasojnë jetës së kësaj bote, i ngjasojnë kohës tonë që ti marrim për shembull tyr, e ti marrim për ato dobive që të cilat Allahu i lartësuar i ka përmendur në Kur'an. Këtë thënie, në këtë kuptim e sqaron edhe më shumë Ibn Abdul Barri. Allahu pas mëshiroj dhe thotë: Ehlul Kur'an, njerëzit e Kur'anit, bartësit e Kur'anit, shoqëruesit e Kur'anit janë al-alimuna bi ahkamihi, ata të cilët i dinë dispozitat e Kur'anit. Wa halalihi wa haramihi, i dinë dispozitat e halalit dhe haramit. Wal amiluna bihi, dhe zbatojnë ato urdhra dhe ato ndalesa i respektojnë të cilat janë përmendur në Kur'an. Vazhdim ndoshta nuk është problemi që në kohën e sodit që dikush të fokusohet dhe të përqendrohet në mësimin e Kur'anit përmendsh për një kohë të caktuar. Dhe sa po ta mësoj Kur'anin përmendsh ose mëson një gjuz të caktuar, pastaj ta shtoj dozën në kuptimin e atyre kuptimeve të cilat janë përmendur në ato sure. Dhe ta lufton nefsin që mi zbatu ato mësime të cilat janë përmendur në një sure. Ta lexojmë për shembull surën Duha. Sa herë ne lexojmë surën Duha, apo surën Sabbih isma rabbikal a'la, apo surën Kafirun, që lexojmë në vitër, e lexojmë në sunet të sabahit. Mirë, po pak ndalem të kuptimet asaj sure. Ai kemi zbatuar mësimet dhe porositë asaj sure apo jo? Gjithsesi për nesh duhet ta pyesim vetveten. Andaj nuk është problemi që mund dal e mi mësu Kur'anin përmendsh. Kjo është e kërkuar, mirë, po nuk është qëllim në vetvete. Mësimi i Kur'anit përmendsh është mjet për mi kuptu Kur'anin, që mi shoqëru Kur'anin, mi pas më të lehtë mi lexu fjalën e Zotit, që mi zbatu. Ama çush ki mundësi të mi zbatu nëse nuk i ki të qarta kuptimet e tij, E din ndoshta edhe arabishtën, mirë, po nuk janë dalë të tefsirët se cilat janë ato kuptime. E në momentin që ne nuk i dimë kuptimet e Kur'anit, nuk i dimë cilat janë ato urdhra të cilat Allah i lartësuar, po na i përmend në Kur'an, atëherë kuptimet e Kur'anit, një pjesë e tyre e madhe na ka humb, që i bjen ne nuk i zbatojmë ato urdhra, nga se nuk i dimë kuptimet. Dhe paradoksi është diku qëndron. Nëse dikush të shkruan ty një mesazh, ta çon telefon, po është i pa kuptim. Minimumi që më ia çuni pikë pyetje. S'të kuptova. E qysh është e mundshme ne mi lexu Kur'anin, mos mund dal, se çka do ashti Zoti jo më na thon në këto mesazhe, në këto porosi. Kalojnë ditët, javët, muajt dhe ne vrapojmë pas dunjas dhe nuk ndalemi një kohë që ta lexojmë Kur'anin, kuptimet e Kur'anit në gjuhën shqipe, nëse nuk dijmë gjuhën arabisht. Që të ndalemi dhe të shtjellojmë ato kuptime të cilat Allah i lartësuar ne i përmend në Kur'an. Ibn Qayyim thotë, leximi i Kur'anit është dy llojesh. Leximi i vërtet, me plot kuptimin e fjalës, ajo çfarë kërkohet nga ne, është leximi i shkronjave dhe i kuptimeve. Nuk bën mi nda leximin vetëm të shkronjave, mi rregullu a përshqipton kafin si duhet, atajën e sadin si duhet, apo me tejvid ai duke i nxjerr mirë shqiptimin e tyre, e duke i respektuar zgjatimet, ndërsa nuk ndalemi te kuptimet as pak. Kjo është ajo çfarë kërkon shejtani. Na përkopon vetëm me bukur leximin e Kuranit, ndërsa të mos ndalemi as pak te kuptimet e Kuranit. Ibn Qayyim po na thotë që leximi i vërtet është lexim i cili lexohet së bashku me shkronjat, shoqërohet nga kuptimi dhe respektohen urdhrat dhe ndalesat e Kuranit. Ky është ai kuptimi i vërtet i leximit të Kuranit. Pastaj çfarë na bën neve për njerëzve të Kuranit është zbatimi i Kuranit. Nga se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, utiru ya ahlal Quran, faleni vitrin o njerëzit e Kuranit, o shoqëruesit e Kuranit, o hidhtarët e Kuranit. Pra, sikur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam po do më na tregu neve, që nëse ju dëshironi të jeni nga njerëzit e afërt të Kuranit, nga njerëzit e veçantë tek Allahu i lartësuar, të zgjedhurit e Allahut të lartësuar, që e shoqërojnë Kuranin, i respektojnë urdhat e tij, dhe nuk ndalen vetëm në shqiptimin e fjalëve, po edhe i zbatojnë ato, faleni vitrin. Ju duhi mu dallu nga njerëzit e thjeshtë. Duhi me pas namaz të natës, qofshin edhe 3 recate, derisa ta ushtroni nefsin, e pastaj mi këmbgul dhe mi luftu nefsin, duke i shtuar recatet dhe derisa të bëheni nga namazlinjt e rregullt të namazit të natës. Ne e vërtetë është që nuk mund të zbatojmë të gjitha ato çfarë kërkohet nga Kurani. Nga sa Allahu i lartësuar thotë, alima allan tuhsuhu. Allahu i lartësuar din që ju nuk do të arrini të përthekoni të gjitha ato urdhra dhe ato çfarë përmenden në Kur'an. Nga se sikur kishim pas në mundësi të zbatojmë të gjitha
urdhat dhe porositë e Kuranit, atëherë do ta përmendim Allahun e lartësuar vazhdimisht dhe nuk do ta harronim. Do ta falënderonim dhe nuk do t'i tregoheshim asnjëherë mos mirënjohës ndaj Allahut të lartësuar. Shtoja kësaj që ne në këtë betejë e kemi për armik nefsin, epshin edhe shejtanin. Nefsin, epshin dhe shejtanin. Andaj Hasan al-Basriu e përmend dhe thot: "Inna awla an-nasi bi hadha al-Quran man ittaba'ahu wa in lam yakun yaqra'uhu." Njeriu më i denjë që më kon njeriu i Kuranit me këtë Kuran është ai i cili e zbaton Kuranin, edhe nëse nuk e din leximin e Kuranit, po i zbaton urdhat e tij. Andaj besimtari, e sidomos i riu, nuk duhet të hy vetja në qef që po lexon Kuranin, po i bën hatme pas hatme, nëse nuk ndalet të respektoj urdhat e tij. Kur Allah i lartësuar na thirr ta ulim shikimin, kur Allah i lartësuar na thirr të mos bëjmë gibet, të mos i përgojmë vëllezërit tan, kur Allah i lartësuar na thirr të ecim me për ulësi e jo me krye lartësi, gjitha këto urdhra përmenden në Kur'an. Ne duhet të jemi të parët që i zbatojmë. Dhe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam po na tregon që nëse dëshirojmë të jemi nga njerëzit e Kuranit, duhet të dallojmë në vepra, duhet të përcjellim këto porosi. Qysh është pyetur Aisha radhiyallahu anha për moralin e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhe ka thënë: Kur'an që ecën mbi tokë, Kur'an që ecën mbi tokë, pra i jetson porosit e Kuranit, i jetson porosit e Kuranit. Pastaj kemi një hadith tjetër që e përkthen këtë kuptim në mënyrë të mahnitshme. E qet në shesh dhe e qet në pah se si besimtari duhet të jetë në raport me Kur'an. Thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Iqra'ul Qur'an", lexoni Kur'anin. Fa innahu ya'ti yawm al-qiyamah shafi'an li ashabihi, nga se në ditën e gjykimit ky Kur'an, të cilën ti e lexon, për të cilën rrin zgjuar natën, për të cilën sakrifikon nga koha jote në mëngjes kur ka plën gjumi dhe bën sabër, të lexosh tek hoxha, e mëson atë sure përmendsh, që më shkumi thon tek hoxha. Për këtë Kur'an, po thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lexoni Kur'anin, nga se në ditën e gjykimit do të ndërmjetësoj për shoqëruesin e tij. Li ashabihi është përmendur fjala sahib, që është fjala shok, që është fjala dost, shumë i ngushtë. E Rasulullah sallallahu alaihi wasallam po na tregon që nuk mjafton leximi i thjesht i Kuranit të shoqërohesh me Kuranin një herë në vit. Qase ky nuk quhet shok. Kush është shok? Shok i ngushtë është ai që ti takohesh vazhdimisht, që ja çon hallet, ja kallzon të fshehtat. Shpalose jetën tonë, sekretet tuaja Kuranit, mënyrë që të jep Kurani margaritarit të tij, mënyrë që të ndërmjetësoj për ty në ditën e gjykimit. Se vetëm ai quhet shok, kur ti shoqërohesh me ton ngushtë, kur ty Kurani shoqëron në çdo porë të jetës. Atëherë ky Kur'an do të vjen si ndërmjetësues për ty. Gjithashtu, ajo çfarë Allahu i lartësuar me mëshirën dhe butësinë e tij, ne i dërgon disa ëmbëlsi gjatë leximit të Kur'anit. A ki pa disa sure të pëlqejin më shumë se sa disa sure tjera, kanë ndikim më shumë. Allahu i lartësuar don të tregu që të gjitha suret e kanë shijen e veçantë. Atë shije që ti e ka shijon për një sure të caktuar, qoftë ajo sura Mu'minun për shembull, surja Hadid apo surja Kahf apo surja Yusuf, cila do sure që ty të pëlqen më shumë, Allahu i lartësuar ti hap disa ëmbëlsi të Kuranit në mënyrë që ti të shijosh ato dhe të vazhdosh të lexosh ato sure tjera, se të gjitha janë nga fjalët e Zotit dhe të gjitha e kanë shijen e ëmbël, vetëm duhet t'ja hapësh zemrën këtij Kurani. Gjithashtu ajo çfarë e dallon lexuesin e Kuranit është që njeriu i Kuranit është ai që ja ka frikën më së shumti Allahut të lartësuar. Ai që ja ka frikën më së shumti Allahut të lartësuar. Në hadithin e Abdullah ibn Umerit thotë që Rasulullah sallallahu alaihi wasallam është pyetur se kush e ka leximin më të mirë të Kuranit. Kush nga njerëzit e ka leximin më të mirë? Men ayu nasi ahsanuhum qira'atan. Cilët njerëz e lexojnë më së miri Kuranin? Është pyetur, është përgjigjur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duke thënë që ata njerëz të cilët kur ti u dëgjon zërin e tyre në leximin e Kuranit e ndjen që ja kanë frikën Allahut të lartësuar. Dhe kjo vjen në pa se kur zemra i përulet besimtarit, kur zemra ja ka frikën Allahut të lartësuar, kur në zemër dominon frika dhe droja prej Allahut të lartësuar, atëherë reflekton me do e mos kjo frikë edhe në gjymtyrët e tij. Edhe në duart dhe në këmbët, dhe në zërin, dhe në shikimin, dhe në veshët, dhe në të gjitha veprimet e tij. Dhe Allahu i lartësuar e ka përmendur një cilësi të robërve të gjithë mëshirshmit, ibadur rahman. Dhe thot Allahu i lartësuar: "Wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawna." Robërit e të gjithë mëshirshmit,
Robit e dashur të Allahut të lartësuar janë ata të cilët kur ecin në tokë, ecin me përulësi. Si cilësia e tyre që reflektohet nga pozita e tyre e lartë tek Allahu i lartësuar, nga frika që ja kanë Allahut të lartësuar, është që ecin në tokë me modesti dhe përulësi. Nuk mund t'i gjesh ta mendje mdhaj, nuk mund t'i gjesh ta hund përpjet. Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith, të mëparshëm që e cituam, evrejet po thot leximi i tyre në zërat e tyre, si ja kanë frikën Allahut të lartësuar. Dhe Allahu i lartësuar po na tregon një cilësi prej robërve të Allahut të lartësuar. Pra, sikur don me na tregu Allahu i lartësuar, që nëse don më kon për njerëzve të Kuranit, të afërm të Allahut të lartësuar, të veçantëve të tij, atëherë sjellja jote duhet të jetë ndryshe. Sjellja jote duhet të jetë për atyre që e zbatojnë Kuranin. Nga se Allah i lartësuar thot inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah i lartësuar nuk e ndryshon gjendjen e një populli derisa ata ta ndryshojnë gjendjen e tyre. E gjendja e përmirësimi i njerëzve fillon duke e përmirësuar zemrën. Nga se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ka treguar në hadithin e saktë që në trupin e njeriu gjendet një organ. Kur ai organ, ajo cop mishi rregullohet, përmirësohet i tërë trupi, ajo është zemra. E nuk ka diçka që përmirëson zemrën më shpejt dhe më efikas se sa Kurani. Nga se kjo është fjala e Zotit. Kurani ka zbritur në zemrën e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam prej Xhibrilit. Dhe ky Kuran na është përcjellur gjenerat pas gjenerat e ruajtur deri pa i mungu asnjë harf dhe pas një hareke derisa ka mbrit tek ne i ruajtur prej Allahut të lartësuar dhe ne duhet ta lexojmë. Po ashtu Abdullah ibn Amr thotë që lexuesi i Kuranit, bartësi i Kuranit, ai që e mëson Kuranin përmendsh, duhet të dallojë nga të tjerët. Po thotë që ai nuk duhet të zemrohet qysh zemrohen të tjerët. Nuk duhet të sillet sikurse ignorant qysh sillen të tjerët. Nga se Kurani është në zemrën e tij, në gjoksin e tij. Pra sikur po do më na tregu ky sahabi, Allahu qoftë i kënaqur me të, që njerëzit e Kuranit, nëse të gjithë janë ka qeshin, as duhet me qesh. Nëse të gjithë nga mirën me të kota, ky duhet mu dallu, se ka një status special tek Allahu i lartësuar. Në zemrën e tij është Kurani, nuk duhet të rrshohet në çështjet mbase edhe me qenë të lejuara, e larg qofshin ato të ndaluara. Pra, lexuesi i Kuranit, për mi marr ato thesaret e Kuranit dhe mi shiju Kuranin, me qenë me një gradë të lartë tek Allahu i lartësuar, duhet të dallojë nga njerëzit e thjeshtë, nga ata të cilët nuk e lexojnë Kuranin. Po ashtu Abdullah ibn Amr ibn As thotë, nuk i takon bartësit të Kuranit, të fjalës së Zotit, që të luajë me njerëzit që luajnë ata, pa të rrshohen në jetën dhe kënaqësitë e jetës së kësaj bote. Dhe jo të fol fjalë të dyta që mbase njerëzit e tjerë folin fjalë të dyta, dhe mos të merret me gjërat e kota që njerëzit merren me gjërat e kota. Pra këto do më na tregu ky sahabi që njeriu bartësi i Kuranit duhet ta dallojë nga të tjerët, duhet të dallojë në veprat e të tjerëve. Pastaj si çështje tjetër në ligjëratën e Zotit do të flasim se shejtani ka vendosmëri të madhe në devijimin e njerëzve dhe shmangjen e tyre nga leximi i Kuranit. Nga se shejtani ka një përvojë të mëparshme që ka pësuar disfata të mëdha dhe nuk dëshiron të pësoj të njëjtat disfata. Për çfarë fjala? Shejtani ka pësuar disfata tek sahabët. Sahabët kur kanë marrë Kuranin prej Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhe e kanë lexuar shkronjat e tij, dhe i kanë kuptuar kuptimet e tij, dhe i kanë shqiptuar, dhe jo kanë mësuar të tjerëve, dhe i kanë zbetuar porositë e tij, dhe i kanë qenë të bindur në porositë e tij dhe në ato çfarë përmendet në Kuran. Këta e kanë porosur shejtanin në shumë betejë. Dhe shejtani është i përbetuar që t'i devijojë njerëzimin. Dhe ju afrohet njerëzve nga të gjitha anët vetëm që t'i shmang nga leximi i Kuranit. Andaj është e kërkuar nga besimtari që para se të lexojë Kuranin, të kërkojë mbrojtjen e Allahut të lartësuar kundër shejtanit të mallkuar. Andaj është e kërkuar që ne kur t'i afrohemi Kuranit, fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. Kur ta lexosh Kuranin, kërko mbrojtjen e Allahut kundër shejtanit të mallkuar. Andaj pra kërkohet nga ne që sa herë t'i kthehemi në lexim të Kuranit, duhet të kërkojmë mbrojtjen e Allahut të lartësuar. Cila është ai misioni i shejtanit në raport të devijimit të njerëzve në raport me Kuranin? Fillimisht dëshiron që t'i maj larg, që mos e hapin mushafin. Mos ta hapin. E nëse e hapin mushafin, i mban larg nga kuptimet e tij. Madje shejtani mundohet të ndërhyjë që njerëzit t'i shqiptojnë gabim leximin e Kuranit. Madje ndonjëherë shejtani tenton dhe përpiqet që njeriu
ti keq kuptoj ajetet, që ndonjë kërcënim pa qëllim pra, mënyrë të pa qëllim, po picëtyjeve të shejtanit, ndonjë inkurajim ta përcjell tek keqbërësit, apo ndonjë kërcënim ta përcjell tek veprëmirët. Pra këto këtu janë si kurthat e shejtanit që njerëzit t'i shmang nga Kurani. Pra hapi i parë i tij është që t'i shmang nga leximi i Kuranit. Nëse nuk e bën një gjë të tillë, provon t'i shmang nga kuptimi i Kuranit. Nëse nuk arrin ta bëjë një gjë të tillë, që Kurani, çu ka thon Abdullah ibn Abasi, njohësi më i mirë Kuranit, thot duke kur e ndan leximin e Kuranit në 4 kategori, njëra prej tyre thot që njerëzit e kuptojnë Kuranin atë sa kuptojnë nga gjuha arabe. Pra një pjesë e Kuranit është shumë e thjeshtë që kuptohet me lexim të parë, nuk ka nevojë as me u kthy tefsirit. Për shembull, për ajetin me fjalë, thot Allahu i lartësuar: "Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara." O ju njerëz, friksojuni, ju që keni besu, shpëtoni vetët e juaj dhe familjet e juaja nga zjarri lënë djegëse të cilët janë njerëzit dhe gurët. A ka diçka të paqartë në këtë ajet? As pak. Mirë po shejtani mundohet që këtë ajet ta lexosh kalimthi, të mos ndalesh dhe të meditosh për to, të mos ndalesh dhe ta shikosh zjarrin duke u ndezë nga njerëzit dhe gurët, dhe kërkon shejtani me këmbgulje që ty të shmang nga reflektimi prej devotshmërisë, nga reflektimi prej madhërimit të Allahut të lartësuar pasi që ti e lexon këtë ajet. Pra nëse edhe këtu shejtani humb betejën, atëherë kalon shejtani tek hapi i katërt. Pra hapi i parë me të shmang nga leximi i Kuranit. Nuk e arrin këtu, kërkon që të shmang nga kuptimi i Kuranit. Nuk arrin këtu, kërkon me të shmang nga veprimi me Kuran. Edhe këtu e mposhte, me ndimin dhe me lejen e Allahut, pastaj shejtani kalon në hapin e katërt me t'i rënu veprat e mira që i ki bo. Andaj besimtari duhet të kërkojë mbrojtjen e Allahut të lartësuar kundër shejtanit të mallkuar. Nga se shejtani është i përbetuar që me të shmang nga Kurani. Nga se shejtani nuk ka gjë më shumë që e largon se sa Kurani. Ibn Qayyimi e përmend një urtësi në lidhje pse duhet të kërkojmë mbrojtje kur lexojmë Kur'an kundër shejtanit të mallkuar. Thot Kurani i ngjason mirësisë, hajrit dhe udhëzimit. I ngjason udhëzimit, hajrit, pra mirësisë dhe udhëzimit për në rrugën e drejtë, për në rrugën e xhenetit. Ndërsa shejtani është sikurse zjarr, ashtu që është lënda e krijimit të tij që është zjarri. Dhe thot Ibn Qayyimi, Kurani është sikurse shiu për bimën. Kurani për zemrën e besimtarit është sikurse shiu për bimën. Momentin që shiu i bjen bimës, ajo bimë ngjallet dhe lulëzon dhe jep frytet e saj. Ndërsa shejtani mundohet me gjitha forcat që ta djeg atë bimë, Andaj ne kërkojmë mbrojtje kundër shejtanit të mallkuar. Saqë disa dietar kanë thonë, e kanë preferuar që të kërkojmë mbrojtje para leximit të Kuranit nga shejtani i mallkuar, duke thënë a'udhu billahi minash shaitanir rajim, po edhe pas leximit të Kuranit. Pse? Me pretendimin që t'i ruajnë frytet që i kanë marrë nga leximi i Kuranit. Nga se besimtari kur lexon Kuranin, lexon ajete ku Allahu i lartësuar përshkruan xhenetin dhe i shtohet devotshmëria, lexohen për emrat e bukur të Allahut, për cilësitë e tij, dhe i shtohet madhërimi për Allahun, i shtohet dashuria për Allahun e lartësuar. Dhe të gjitha këto i japin si fryte në zemrën e besimtarit. Ndërsa shejtani synon që t'i prish ato fryte. Edhe pse dietarët thojnë se sipas sunetit është që të kërkosh mbrojtje, ashtu që Allah i lartësuar na ka thënë, kërkojmë mbrojtje kundër shejtanit të mallkuar në fillim të leximit, para se të fillojmë të lexojmë Kuranin. Dhe jo në fund, nga se kjo e përfshin ata gjatë leximit, para leximit dhe ato fryte të cilat i korrin pas leximit. Mirë po, të gjithë ne e kemi një keq kuptim në lidhje, po them në përgjithësi, në çështjen e kërkimit të mbrojtjes të Allahut të lartësuar kundër shejtanit të mallkuar. E kemi vetëm si kërkim mbrojtjes me fjalë goje. Pra vetëm e themi a'udhu billahi minash shaitanir rajim, diçka si kalimsi edhe nuk e përjetojmë duke mos e marrë parasysh se ky shejtan është që qysh momentin e parë që ti fillon me lexu Kur'an, ti çon njerëzit me të kërku nevoja dhe kërkesa, thuti nuk gjetën kohë tjetër vetëm atëherë kur ti e kap Kur'anin. Dëbën telefoni, apo të thirr dikush. Këtë këto janë sikur më konë një farë dirigjenti që ty me të largu pej leximit të Kur'anit. Dhe ti kur të kërkon mbrojtje prej Allahut të lartësuar kundër shejtanit të mallkuar, je ka kërkon që këtë kohë që e ki do, nga 24 orë më ia do vetëm Kur'anit, pa u shpërqendru, pa u zhvendos, po më fokusu vetëm në fjalën e Zotit. Mirë, po kjo nuk duhet të jetë vetëm
fjalë goje, nga se Allahu i lartësuar ka përmendur që shejtani ka ndikuar edhe tek pejgamberët. Ku thot Allah: "Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idha tamanna alqa ash-shaytanu fi umniyatihi." Thot Allahu i lartësuar në surën Hajj: Nuk ka ndodhur që të kemi dërguar pejgamber para teje dhe as të dërguar, dhe kur ata pejgamberët të dërguar kanë shpreh dhe kanë dëshiruar diçka, vetëm se shejtani ka ndërhyrë në dëshirat dhe kërkesat e tyre. Nëse shejtani ka ndikuar tek pejgamberët dhe të dërguarit, çfarë të themi ne? Ndërsa Allahu i lartësuar e përmend më një herë pas kërkim mbrojtjes, ajetin ku na porosit që të kërkojmë mbrojtje kundër shejtanit të mallkuar, thot: "Innahu laysa lahu sultanun 'ala alladhina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Shejtani me ushtarët e tij nuk ka pushtet mbi ata të cilët besojnë dhe mbështeten tek Zoti i tyre. Besojnë dhe mbështeten tek Zoti i tyre. Pra, sikur kjo kërkon një farë mobilizimi të qenjes tonë, të imanit tonë, të veprave të zemrës, dhe varësisht prej prezencës të veprave të zemrës, mbështetja tek Allah, kërkimi i mbrojtjes dhe dorëzimi i çështjes së Allahut të lartësuar dhe mbledhja e tërqenjes në lexim të Kuranit, aq do të jetë edhe mbrojtja e Allahut të lartësuar dhe varësisht prej bindjes dhe besimit të lartë tek Allahu i lartësuar, aq do të jemi të mbrojtur kundër shejtanit të mallkuar. Andaj pra kërkim mbrojtja prej Allahut të lartësuar kundër shejtanit të mallkuar nuk duhet të jetë vetëm një fjalë goje, po duhet ta përjetojmë këtë kërkim të mbrojtjes në mënyrë që ta shijojmë leximin e Kuranit. E kur ne në zemrën tonë e forcojmë bindjen, shejtanin e mposhtim nga dera të cilën na e synon, nga dera e dyshimeve. Kur ti e forcon bindjen në zemrën tënde dhe rrënjët e bindjes shtrihen thellë në zemër, atëherë shejtani nuk gjen vend ti të hyjë nga dera e dyshimeve. Ndërsa kur e forcon imanin dhe devotshmërinë, atëherë e mposh shejtanin nga dera e epsheve të cilën e synon të depërtojë tek ti. Pastaj tjetër pikë më rëndësi, vllazën, është raporti i melekëve në jetën tonë. Dhe raporti jon me Kuranin. Keni parasysh vllazën se Allahu i lartësuar jo të gjitha dispozitat e kanë të njëjtën peshë. Disa dispozita që janë me peshë të madhe, ballafaqohemi ne me to pothuajse çdo ditë të jetës tonë. Për shembull, nga obligimet, nga detyrimet e rëndësishme është falja e namazit, dhe Allahu i lartësuar ka përmendur rëndësinë e namazit në Kur'an. Po ashtu, nga rëndësia dhe pesha e madhe që ka një pjesë në jetën tonë është bamirësia ose sjellja e mirë me prindrit, dhe aty e gjejmë që është pjesë obligative. Po ashtu janë disa çështje që janë të pëlqyeshme, mirë, po nuk janë pjesë thelbësore e jetës sonë. Mund të më qenë pjesë pak më dytësore ose terciare, dhe janë vepra të pëlqyeshme. Janë disa çështje tjera me rëndësi, të cilat janë shtylla të imanit, janë baza të imanit. Ndërto e kemi edhe besimin në melajke. Dhe besimi në melajke nuk është vetëm një besim të cilën shumë njerëz e kanë larguar nga jeta e tyre dhe nuk e përjetojnë botën e melajkeve në jetën e tyre, pothuajse as pak, vetëm kur i përmendin cilat janë shtyllat e imanit, e përmendin edhe besimi në melajke. Ndërkohë që Allahu i lartësuar i ka përmendur në Kur'an melajket mbi 80 herë dhe në cilësi të ndryshme. Pastaj i ka përmendur detyrat e tyre dhe i ka përmendur me emrat e tyre, dhe gjitha kjo për rolin që kanë melajket. Kur melajket janë të pranishme në jetën tonë, atëherë nuk kanë vend shejtanët, nga sa ata shporën për atë. E melajket janë ato të cilat kanë detyra të cilat Allahu i lartësuar i ka përmendur në Kur'an. Fillimisht lidhja jonë me melajket fillon qysh herët kur Allahu i lartësuar ka kriju Ademin dhe i ka urdhëruar melajket të bien në sejdë. Dhe melajket e kanë pranuar atë urdhër dhe i kanë rënë në sejdë respekti dhe nderimi përkundër shejtanit, iblisit të mallkuar, i cili nuk e ka pranuar një gjë të tillë. Pra qysh herët fillon betejë e jon me shejtanin dhe raporti jon ose miqësia jon me melajket. Pastaj Allahu i lartësuar na ka treguar për melajket se kemi një lidhje qysh para se me linë në jetën e kësaj bote, ku Allahu i lartësuar i urdhon melajket me shkrimin e 4 gjërave, furnizimit të tyre, jetit të tyre, edhe a janë të lumtur apo të dëshpëruar. Po ashtu Allahu i lartësuar ka caktuar rujtës, kujdestar për besimtarët. Thot Allahu: "Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amri Allah." Allahu i lartësuar ka caktuar melajke, të cilat kujdesen për robërit e tij dhe i ruajnë ata përpara edhe për mbrapa. Po ashtu Allahu i lartësuar
i ka përmendur përshkrimin e me lajkeve se qysh rreshtohen prej me lajkeve të qiellit. O saffati saffa. Allahu i lartësuar është betuar në ta. Po ashtu Allahu i lartësuar e ka treguar se me lajket kanë rol kyç kur besimtarët ballafaqohen në betejë. Kur Allahu i lartësuar thot: "Enni ma'akum fathabbitu alladhina amanu", unë jam me juve, përforconi ata të cilët kanë besu. Pra, ndikimi i me lajkeve vjen si raport i urrit të Allahut të lartësuar ndaj me lajkeve që t'ju ndihmojnë besimtarëve. Pra, besimi jonë në me lajke vjen si rrjedhojë e besimit tonë në Allahun e lartësuar. Pra kjo është ai urdhri të cilën ka dhënë Allahu i lartësuar me lajkeve që t'i forcojnë besimtarët kur përballen në betejë me jo besimtarët. Po ashtu një rol tjetër të me lajkeve kanë nesër ditë xuma. Rol të me lajkeve kanë që me lajket i kanë mishkruar në regjistrat e tyre se kush merr pjesë në faljen e namazit të xumas. Dhe kur fillon khatibi të marrë hutben e tij, ndalen me lajket që ta dëgjojnë dhikrin, ta dëgjojnë për kujtimin që ju bëhet përgjatë hutbes. Po ashtu me lajket një rol tjetër kanë më rëndësi është që janë pjesë si dëshmitar në leximin e Kuranit në namazin e sabahit. Wal Qur'an al-fajr inna al-Qur'an al-fajr kana mashhuda. Leximi i Kuranit të sabahit është i dëshmuar prej me lajkeve, po edhe rolet e tjera të cilët Allahu i lartësuar i ka përmendur të me lajkeve. Rol tjetër të me lajkeve është se qysh për besimtarin në çastet e vdekjes, e përgëzojnë dhe ja largojnë mërzimin dhe pikëllimin në ato çastje të agonisë, në ato çastje të frikës, se çka po lën në jetën e kësaj bote dhe çka e pret në ditën e gjykimit. Allahu i lartësuar i thot besimtarëve duke i përgëzuar: "Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu", ata të cilët besojnë dhe thojnë Zoti jon është Allahu, pastaj përqendrojnë në rrugën e fesë. Tatanazzalu alehimul malaika alla takhafu wala tahzanu, yuzbrisin malaikat me mysh dhe me siharit që të mos friksohen dhe mos të mërziten, mos friksohen për të ardhmen dhe mos mërziten për të kaluarën se çfarë ka shku. Po ashtu me lajket, këto me lajke që janë krijesa prej dritës, shejtanet janë të errësirës. Allahu i lartësuar e ka përmendur një çështje tjetër më rëndësi: "Wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard." Këto me lajke e lartësojnë emrin e Zotit të tyre, e bëjnë tasbih Allahun e lartësuar dhe kërkojnë falje për ata që janë në tokë. Dietarët i kanë dhënë dy kuptime. Kërkojnë falje për të gjithë banorët e tokës në përgjithësi, apo kërkojnë falje tek Allahu i lartësuar në mënyrë që t'ju jep kohë dhe t'ia fatizoj që ti mos i ndeshkoj dhe të mos i dënoj. Po t'ju jep kohë dhe t'ia fatizoj në mënyrë që ti mos i ndeshkoj për shkak të zullumit dhe për shkak të padrejtësive që nuk e adhurojnë Allahun e lartësuar ashtu qysh Allahu i lartësuar është i denjë dhe meriton. Këto me lajke që kaq kanë dëmshëri ndaj besimtarëve dhe kërkojnë falje për banorët e tokës, megjithatë i zbatojnë urdhat me përpikmëri. Allahu i lartësuar i përshkruan se qysh i ndeshkojnë ata jo besimtarët e cilët e zgjedhin kufrin dhe mohimin. Kur thot Allahu i lartësuar: "Walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru almalaika yadribuna wujuhahum wa adbarahum." Thot Allahu i lartësuar, sikur ti shihshe ata të cilët kanë mohu jo besimtarët se si me lajket i rrahin fytyrat e tyre dhe shpinat e tyre, domethënë si ndëshkim ndaj tyre. Po ashtu këto me lajke të cilët e kanë rolin e dëmshërisë, mirë po kur bëhet padrejtësia atëherë janë besnik ndaj Allahut të lartësuar dhe i zbatojnë urdhat me përpikmëri. Thot Allahu i lartësuar, kur e ka pa Allahu i lartësuar se sa xheloz janë këto me lajke, që Allahu i lartësuar nuk po adhurohet ashtu siç është ai i denj. Thot Allahu i lartësuar: "Men kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rasulihi wa Jibrila wa Mikala fa inna Allaha aduwwun lil kafirin." Allahu i lartësuar i ka rreshtu së bashku me emrin e tij dhe thot: "Ai i cili është armik i Allahut dhe me lajkeve të tij dhe pejgamberëve të tij dhe Xhibrilit dhe Mikailit, dijeni se Allahu i lartësuar është i armik ndaj jo besimtarëve." Po ashtu Allahu i lartësuar i ka caktuar me lajket si rujtës të zjarrit: "Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika." Rujtarët e zjarrit janë me lajket. Dhe këta me lajke Allahu i lartësuar i ka përmendur në ajet se kërkojnë falje për ty dhe për besimtarët në përgjithësi. "Huwa alladhi yusalli alaykum wal malaikatuhu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur." Është Allahu i cili lutet për juve dhe me lajket e tij luten për juve në mënyrë që t'ju nxjerrin nga terri në dritë. Dëgjoni me vëmendje.
lijukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur, që t'ju nxjerrin nga teri në dritë. Dhe dietarët i ndalë të ky çast, të këto shprehje, që t'ju nxjerrin nga teri në dritë. Nga se Allah i lartësuar me lajket i ka krijuar nga drita. Dhe shejtanët rrinë vetëm në errësirë. Dhe Kurani është dritë dhe imani është dritë. Dhe zemrat tona duhen të jenë të pastra në mënyrë që drita të zhvendë dhe të depërtojë. Dhe ne kërkohet nga ne që të kërkojmë mbrojtjen e Allahut të lartësuar kundër shejtanit të mallkuar. Dhe ta paramendojmë rolin e melajkeve në jetën tonë. Dhe sa më shumë që ti shoqërohesh me Kuranin, e afron dritën e Allahut të lartësuar. E Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ka treguar që Kurani i tërheq leximin e melajkeve. Melajket vijnë dhe dëgjojnë me vëmendje leximin e Kuranit. Qysh ka ndodhur në kohën e sahabiut Usejdit, i cili kanë ardhur sikur re të mëdha mbi kokën e tij, saqë ja ka përmendur, saqë ju ka trem kali i tij, ja ka përmendur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i ka thënë ato kanë qenë melajket që janë afru që ta dëgjojnë fjalën e Zotit. Fjalën e Zotit. Andaj besimtari duhet ta ketë parasysh që në mënyrë që t'i shporë sa më shumë shejtanët nga jeta e tij dhe t'i afroj me lajket, e t'i ndihmoj Allah i lartësuar përmes me lajkeve, e të kenë një rol kyç në jetën e tij, duhet t'i përkushtohet fjalës së Zotit në përkushtim të plot, të kërkojmë mbrojtjen e Allahut të lartësuar kundër shejtanit të mallkuar dhe ta merr parasysh ndikimin e melajkeve në jetën e tij, të cilët vijnë dhe dëgjojnë fjalën e tij. Dhe kur ti e merr dhe e lexon Kuranin, ta kesh parasysh që para teje, e pas teje, e djathtas e majtas, ka mbase melajke e ti nuk i sheh. Mirë, po Allah i lartësuar na ka treguar. Je sikur një mbret që ecën në tokë, i cili ka ushtri përpara e përmbrapa, shoqërohet nga ushtria e tij mbrojtëse, nga truprojat e tij. E te i ki ato me lajket. Dhe këta arrin me një gjë të vetme, me fjalën e Zotit. Nga se nuk ka diçka që i afron me lajket dhe afron mëshirën e Allahut të lartësuar dhe kujdesin e tij ndaj teje, se sa Kurani, fjala e Zotit, dhe nuk ka diçka më efikase që të mbron për shejtanit të mallkuar dhe e djeg shejtanin dhe e largon se sa fjala e Zotit, Kurani fisnik. Lutim Allahun e lartësuar që Kuranin ta bëjë pranverë të zemrave tona, të na ruajë neve nga cytjet e shejtanit dhe nga kurthet e tij, dhe të na mbrojë neve dhe familjet tona dhe ta mbajë atë larg nesh, e të jetë Kurani udhërfyes në jetën tonë, të jetës së kësaj bote dhe të botës tjetër. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.